pse nuk u shu protesta edhe tani në gusht, korrik gusht, po në gusht, si që shpresonte Edi Rama. Kush e ka pasonte, protesta ishte shumë masive, kishin ardhur edhe nga diaspora, po ishte jashtëzakonisht masive protesta, përkundër nga ato fotot që publikon Taulanti me Carlo Bolino. Shqiptarët janë aty në shesh. Edhe arsyeja është e thjeshtë. Më shumë se gjysma e popullsisë shqiptare nuk ka para të shkojnë me pushime. Edhe kjo është, nuk e them unë, po e thot raporti i Eurostatit. Nuk kanë mundësi financiare, jo t'ikin 2 javë, jo t'ikin në resorte all inclusive me gjithat përfshira, jo t'ikin jashtë shtetit, por nuk kanë mundësi të bëjnë pushime 5 ditë në vit me fjetje, pra t'ikin nga shtëpia vet edhe të shkojnë 5 ditë me pushime. Mbi gjysma e shqiptarëve, 57%, mazhoranca. Këtu një pjesë e mirë e tyre janë të mbeturinat që u them unë, që shkruajnë nëpër Facebook, që më komentojnë e që më shajnë mu, janë pensionistët, s'bëjnë dot kurrë, ata që s'kan mundësi as fëmijë. Po më duket atyre që u rrinë fëmijët jashtë e kanë kuptuar dhe fëmijët sa trush shplarje nëse u çojnë lek më që as bëjnë pushime. Pjesa tjetër janë administrat, janë njerëz pa punë, janë shtres e mesme. Pra një shtres, një familje, shtres e mesme, 2 prindër me 2 fëmijë në shkollë. Po themi, po marrin rrogë shumë të mirë me 2 milion lek të ardhura në muaj, sikur të marrin 1 milion lek për prind, e të kenë 2 milion lek të ardhura në muaj, nuk bëjnë dot, as kjo kategori nuk bën dot 5 ditë pushime në vit. Por si që pat ju, pushime bën Ermal Bishiri. Me lejen e Edi Ramës, ortakëve të Edi Ramës, shërbëtorëve të Edi Ramës të Akshi, kishte ble një super kështjell në Francë. 2.6 milion euro. Përveç asaj, avioni privat, jahti, edhe i nxorri gjoja Spaku, kishte edhe 2 milion euro në llogari bankare. Shoku Ermal Bishiri, që ka marrë tendera dhe shkep me tendera nga Akshi, kishte këtë vilën këtu. Shifeni pak. Kjo është vila. Jo vilë se thash më falni, ju kërkoj falje 1000 herë. Kështjell në Francë. Ky robi ka marrë lek pa hesab nga Akshi. Mendojeni vetë tani çfarë paraje ka bëj Ilir Beqja, që ka firmos rreth 500 milion euro koncesione në shëndetësi për Vilma Nushin, Klod Allajbeun e të tjerë. Mendojeni kështjella e Edi Ramës që s'ka transparencë, e kam bot 280.000 euro, thot ai. 280.000 euro të i rreziku kushto vetëm banjo atje. Edhe mendoni kështjellat në mënyrë figurative, po themi, të ministrave, të deputetëve, të drejtorëve, të administratës së Edi Ramës. Sepse kanë këto vila, këto kështjella, këto miliona euro në për llogari bankare, 57% e shqiptarëve nuk shkojnë dot me pushime. Mesatarja e Bashkimit Evropian është rreth 27%, pothuajse sa gjysma e nivelit të regjistruar në Shqipëri. Pra mesatarja në Europa e ka që 27% nuk shkojnë dot, Shqipëria e ka 57%. 57% e shqiptarëve nuk shkojnë dot me pushime. 57% e shqiptarëve paguajnë miliona euro
rroga për Altin Dumanin, për Klodian Brahon, edhe për shokët e tyre në SPAK, që këta të bëjnë drejtësi dhe që këta të ndalojnë gjakderdhjen financiare, korrupsionin që bëhet nga pushteti i rilindjes. Ermal Beqiri ka qenë këtu. Ermal Beqiri dihej nga të gjithë se çfarë bën, me çfarë punë merret. Dihej nga të gjithë se si i merrte tenderat, se si i fitonte, po SPAK-u nuk doshte ta arrestonte, sepse SPAK-u është pjesë e të njëjtës organizatë kriminale. Vila e Edi Ramës është atje, du fakte, thoshte Klodian Braho kur vajtin dëgjes në Kuvendin e Republikës. E po sillni fakte. Ja ku është fakti, shko, se atë ke detyrë, edhe mate sa ka kushtu me çmimet e tregut vila e kryeministit të Republikës. E ka që thjesht është, merri deklaratën e pasurisë, sa i ka bë, sa e ka deklaru, edhe shko edhe verifikoja. Se është publike, është mes të venit edhe ai ka detyrime që të bëjnë deklarata vjetore të pasurisë. Nëse ka thënë më ka bë 280.000 euro, 300.000 euro vila, shko edhe faktoje se sa ka bë. Inshallah i ka bë dhe 100.000 euro dhe na nxirr dhe neve jashtë loje me këto që themi, pa më shko. Si u iku Ermal Beqiri nga Durrët? Nuk iku Ermal Beqiri, ta ngjojnë këto 57% e shqiptarëve, ose edhe në mos qofshin 57% që po më ngjojnë mu, këta që më dëgjojnë, a keni pas mundësi me shku 5 ditë me pushime jashtë shtëpisë tuaj, të shkoni të rini në një hotel me gjitha ushqimet gati për fshira, siç bëjnë këta, apo të shkoni 5 ditë merrni një dhomë vetëm me qira me gatim vet, apo të shkoni 5 ditë jashtë shtetit. Këta bëjnë 3 muaj pushime, harxojnë mijëra euro vetëm për pushime, sepse u rrjepin juve, na rrjepin neve, rrjepin shqiptarët bashkë me SPAK-un. Kjo është edhe arsyeja që sheshi bulevardi është plot. Edhe në paçin para me shku pak aty me te ata njerëz që dalin në bulevard, shumica nuk kanë. Prandaj nuk boshatiset sheshi. As në ngusht, as në korrik su boshatis, pra ata janë aty sepse ata janë vjedh, ata janë plaçkit, ata janë tallë nga drejtësia, një drejtësi që më shumë ka bërë propagandë dhe ka zero punë, një drejtësi që tallet me i popull nga i cili merr paga 7-8 milion lek në muaj. Pra vetëm ai SPAK-u me atë GKKO, neve kushtetis sa para na kushtojnë në muaj. Dhe këta bashkëpunojnë, pastrojnë fytyrën e Ilir Beqet, 500 milion, rreth 500 milion euro koncesione shtetësi. Tallen me shqiptare duke e thirrë, duke bërë xhiro Belinda Balluku në SPAK, miliona, miliarda i ka ajo, akuzat. I përqesh SPAK-u shqiptarët duke thënë na sillni prova për Edi Ramën se s'kemi prova, që mund tjetë Edi Rama, mund tjetë njeriu ndër njerëzit, ma dëgjoni mirë këtë, ndoshta kjo s'do zbulohet kur, po kjo edhe po su zbulu e vërteta është e vërtet, Edi Rama mund tjetë një nga njerëzit më të pasur në Europë. Pra mund tjetë në radhët e miliarderëve të Europës, si puna pronarëve të Benzit, e të Fiatit, e kujton çon këta. Dhe thënë është absolutisht mund tjetë nga më të pasurit, kur Ermal Beqiri, një hiç, një qirak i këtyre, ka arrit të blenjë 2.6 milion euro vilë në Francë, imagjinojeni se çfarë bëjnë të tjerë. Imagjinoje deputetët që kanë lidhje me bandat kriminale, me narkotrafikun, imagjinojeni me ministrat që sa kanë firmos, sa dokumenta, sa koncesione, sa shpërdorim vjedhjet paras publike kanë bërë,
Imagjinojeni sa para kanë këta. Prandaj është e vetmja mënyrë, prandaj unë kam mbështet këtë revolucionin, sepse është revolucion që nuk ka një kokë, por ka një ideator, dhe ideatori është ai që e di shumë mirë se sa para ka bërë Edi Rama dhe është Soros. Edhe nuk ka për ta leju, nuk ka për ta toleru. Hapni mediat, shifni mediat, se çai ka bërë Edi Rama Shqipërisë, e ka lënë Shqipërinë pa port, ndërkohë ka dalë Alabari edhe ka thënë investimi në Durrës është i gabuar. Jam nxitu, ka thënë. Na la pa port ky neve. Duke shkel ligjet, duke shkel mira njerëz pa punë. Portin e ri nuk është port ai i riu, ai është mund të quhet në liman, se port nuk është. Na shkotroi portin e vjetër, edhe vetë ndërtuesi, ai Muhamet Alabari, ka dalë, shifeni video se e keni në internet, e keni kudo, del edhe thotë që investimi në Durrës ishte i nxituar, është bë pishman. Po këta njerëz kur bëhen pishman, i shesin investimet. Nuk rrin të shkojnë mrapa të presin fitime prej tyre, i shesin. Kujt do ja shesi Edi Rama? Kush ai dreqi Alabari se më shkoi goja, thash emrin e Blersit në fakt. Thash emrin e Blersit, kush mund ta blejnë tjetër veç këtij? Investimin e Alabarit në portin e Durrësit. Prandaj ky revolucion duhet vazhdoj derisa këta të shporren. Vetëm një vërejtje ka më për revolucionin, që nuk kërkon njëjtën përgjegjësi që kërkon nga Edi Rama edhe nga Spaku. Ata njerëzit që marrin pjesë atje e shohin që Spaku nuk ka çu asnjë dosje të aferave të rënda korruptive të kësaj qeverie, të këtyre pushtetarëve nga fillimi në fund, ta ketë hetu edhe të ketë konfisku pasuri. Zero. Spaku nuk ka bë hetim për Edi Ramën, ka bë zero hetim për Edi Ramën. Prandaj shqiptarët janë atje, prandaj mbi gjysma e popullsisë shqiptar të Shqipërisë, atyre që jetojnë këtu, mbi gjysma e popullsisë që jeton këtu, nuk ka mundësi të bëjmë 5 ditë pushime në vit. 5 ditë më të shkojnë aty, të shkojnë Durrës, zëni dhomë dhe të lahet 5 ditë aty. Nuk i kanë mundësi mbi gjysma e shqiptarëve. Edi Rama nuk i ka 57% të elektoratit të Shqipërisë. Nuk i ka vota, se ky me 30% fiton. Me 30% fiton, ky me 35%, me 36%, ata janë 57%. Edhe për këtë arsye, njerëzit që flasin atje, drejtojnë revolucioni, sa merren me këto budalliqe Ermanburg, Berisha, Hamburg, se çfarë si ka se ku është Berisha, se s'është as në pushtet as gjë. Thojnë edhe Berishës në burg se nuk më prish punë fare, nuk është se domethënë, por si mos të thush gjithë ditën Rama Hamburg, Berisha Hamburg, edhe mos përmendesh Spakun, mos i kërkosh llogari Spakut. Ky revolucion, këta njerëz që dalin aty në atë shesh, duhet t'i kërkojnë llogari Spakut, sepse e ka zero punën për të cilën paguhet. Është duke u sjell si organizat kriminale për të pastruar edhe për të legalizuar korrupsionin që ka bë rilindja nga 2013 deri në 2026 edhe ndoshta edhe në vazhdim. Këtë punë ka bë Spaku deri tani. Vetëm ka legalizuar paran e vjedhur të pushtetarëve të rilindjes. Ermal Beqiri nuk ikte kurrë dot nga Shqipëria nëse nuk do ishte Spaku. E ndërkohë që ka ikë nga Shqipëria, ka shku ka ble vilat, ka marrë patent avionin, Sloveni e ka ble avion, e ka bë gjithë ato investime, sepse s'ka qenë në kërkim. Se njëri që është në kërkim, nuk merr dot patent se i del emri atij që është në kërkim. Një njeri që është në kërkim nuk blen dot 2.6 milion euro vil në Francë, sepse i del emri që është në kërkim. Ja, për këtë duhet kërku llogari. Nëse doni të jeni drejt, edhe ju që më dëgjoni nuk shkoni, po edhe ju që më dëgjoni dhe shkoni. Nëse doni të jeni drejt, llogaria në këtë vend është te kryeministri dhe te Spaku. Këta tjerët merrni futin në burg gjithë, po patët mundësi. Se ja po bëj shefin, fusni gjithë në burg. Ama përgjegjës për këtë varfëri, përgjegjës për këtë korrupsion,
ka vetëm 2 persona, ose po themi 2 institucione. Këshilli i Ministrave me nënkrye Edi Ramën dhe Spaku me nënkrye Altin Dumanin dhe Klodian Braun. Këta janë 2 organizatat më të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë që e kanë çuar Shqipërinë në këtë ditë që më shumë se gjysma e mesatares europiane, pra nëse ata e kanë 27% mesatares popullsisë Europës që nuk bë dot 5 ditë pushime në vit, shqiptarët e kanë 57%. Edhe këtë nuk e them unë, e thot Eurostati. Sot jemi me një kusht, jepini një vrull kujt i pëlqeu video, kuptohet, me shpërndarje, edhe ju thoni miqve, shokëve ç'a keni, t'i bëjnë subscribe edhe abonohu, që ta rrisim, edhe të kemi mundësi të themi gjërat kështu siç i mendoj.